Nëse Shqipëria është vërtet narkoshtet, nëse po destabilizojmë botën me trafik droge, dhe nëse Evropa duhet na mbyll dyert, siç pretendon opozita e Sali Berishës, atëherë nuk ka asnjë arsye që ajo ta votojë ratifikimin e Shqipërisë si anëtare e Bordit të Paqes. Nuk ka kuptim që Sali Berisha të votojë pro pranisë së Shqipërisë në një institucion të ri ndërkombëtar, ku janë gjithsej deri tani 50 deri 60 shtete nga i gjithë bota, në një përpjekje për të vendosur paqe në lindjen e mesme. Opozita duhet ta shpjegojë votën e saj, ose duhet të tërheqë akuzat ndaj Shqipërisë, ose votën ndaj të qenit vend themelues i organizatës së Bordit të Paqes. Aq më tepër që në krye të vendit është Edi Rama, ai që ka në ngarkim gjithë këto akuza për Shqipërinë, plus edhe ca të vetat, dhe për ta quar deri në fund cinizmin me hipokrizinë e opozitës ndaj Shqipërisë, para se të niset për në Davos, ku bota po çmendet nga çështja e Grenlandës, Edi Rama po darkon në Vlorë me vajzën e Donald Trumpit, ku po i lutet të investojë në Grenlandën tonë të vetme, ishullin e Sazanit, duke qenë i gatshëm t'i krijojë gjithë sigurinë juridike dhe të infrastrukturës. Për fat, as për këtë opozita nuk ka kundërshtime. Është dakord fal Donald Trumpit,